Prishtinës, Shashkovcit, Po? Shashkot. Çfarë ankese kemi në Shashkovc? Kjo është hera tretë që po pjo thras. Po kemi problem bre me rrymë, marrën rrymë gjigj krejt. Shumë rrymë dopt. Rrymë dopt. Do me thonë keni nevojë për trafo, apo? Po kemi nevojë për një trafo, edhe me pru, du me thonë shtylla betonit vlasës. Do shtylla këtë Drurit janë. betonit kalta. Mirë, a na tregoni emrin e rrugës i nderuar, numrin e shtëpisë në mënyrë që të dërgojmë këtë ankesë saktësisht të Keci. Okej, faleminderit. Po, na shkruani në mesazh, ose si të doni. Rruga është Plemetin. Rruga Plemetin Shashkovc. Po, Shashkot, komun Prishtinës, për mi Graçanis, s'pedia për dinim për afërsisht. Po, e dim shumë mirë. Po, më duket pak interesant që është një rrugë në një fshat, e pas ka marrë emrin në një fshati tjetër, po, okej. Ani, mirë, Plemetin. Do ta dërgojmë ankesën. Do ta dërgojnë, edhe shpresoj të marrin përgjigje. Unë të kisha ftuar tyve edhe mbaj bashkëqytetarët, edhe me kryetarin e fshatit aty që besoj e keni. Si të shihni që nuk po kanë reagim, pak më organizu edhe me telefonit, me kontaktu edhe autoritetet e komunës, edhe me shku bashkë te Keci. Edhe me ndrejsh këtë problem, se bedi që ke thirë 3 herë, edhe në asare na ke thirë e kena dërgu ankesën, po për fat keq që pe kuptojmë që s'pas ka pos në reagim. Po të kuptoj, po s'keme na kryetore, vëlla, farë kryetore në gjëmë, po flanë. E ndrëne, pro. Ndrëne. Hajde respekt. Lajmëroni në zyrën e Kecit i nderuar dhe padyshim që ankesën do ta dërgojmë edhe ne. Ju faleminderit. Shashkovc kalofsh mirë, edhe për na vjen keq që do me thonë si sta dhe vetë tash e trierë po thret edhe nuk ka një lidhje, një lëvizje apel pro Kecit me shku në Shashkovc edhe me zgjedh këtë problem që tash qa duhet me bëha aty, a duhet trafo apo me ndru shtyllat është çështja e ekspertizës, po qytetarët shekullin 21 duhet me pas rrymë të rregullt. 95.2, 90.8 janë frekuenca tona, 048 400 004 është numri joni telefonit. Dhe këtu në emisionin Folmarin po kuptojmë që në rrugën e Bledit po kam problem me ndryshimin publik dhe bëjnë thirrje që ju lutem ta njoftoni komunën. Tërkaq ne sa kemi kuptuar sipas plan projektit të komunës së Prishtinës përkatësisht Drejtorisë së Shërbimeve Publike kanë thënë që së shpejti pritet që të rregullohen të gjitha vendet ku kanë probleme me ndryshimin publik dhe kjo